Paga është një drogë që të jepet për të harruar ëndrat. Në një botë ku vlera e njeriut matet me numrin e zerave në pasaport, me madhësinë e apartamentit ose me markën e makinës që drejton, paga shndërrohet gradualisht në një simbol ekzistence. Ajo nuk është thjesht një shkëmbim i kohës dhe shkathësive për para. Ajo bëhet një ritual, një iluzion që na bind se jemi të lirë, ndërsa në realitet ne jemi të lidhur me zinxhir të padukshëm. Por çfarë ndodh kur kjo drogë e pagës na bën të harrojmë se kush jemi vërtet? Kur transformohet në një pengesë ndaj vetërealizimit? 1. Psikologjia e varësisë, paga si nxitës i motivimit e modernitetit. Në nivel psikologjik, paga vepron si një cikël i shpërblimit. Çdo muaj, kur numrat rriten në llogarinë bankare, truri ynë liron dopamin, hormonin e kënaqësisë së menjëhershme. Ky mekanizëm është i njëjtë me atë të një vartësie. Ne kërkojmë dozën tonë të rregullt për të ndjerë një farë kontrolli mbi jetën. Por si çdo drogë, efekti është kalimtar. Pas pak ditësh, ankthi kthehet. A do të mjaftoj? Çfarë ndodh nëse humbas punën? Studiuesit e sjelljes, si B.F. Skinner, kanë treguar se njeriu ka një prirje të thellë për të zgjedhur shpërblimin e menjëhershëm ndaj shpërblimit të shtyrë. Paga na mëson të fokusohemi në të tashmen, duke na larguar nga vizionet afatgjata. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndjehen të bllokuar në punë që i mërgojnë. Frika e humbjes së të ardhurave është më e fortë se dëshira për të ndjekur ëndrat. 2. Filozofia e robërimit, shpëtimi nëpërmjet skllavërisë. Filozofia ka diskutuar qindra vjet mbi konceptin e robërisë së lirë. Karl Marx e quante pagën një mjet për të alienuar punëtorin nga vepra e tij. Kur njeriu ja shet kohën për mbijetesë, ai humbet lidhjen me krijimtarinë dhe qëllimin e vërtetë. Por ekziston një shtresë edhe më e thellë. Paga na bën të besojmë se jemi të lirë, sepse zgjedhim punën tonë. Në realitet, zgjedhja është një iluzion i krijuar nga sistemi. Ekzistencialistët si Jean-Paul Sartre argumentonin se njeriu është i dënuar të jetë i lirë. Por çfarë lirje ekziston kur 8 orë të ditës i kushtohen diçkaje që nuk reflekton vlerat e tua? Paga bëhet një murmur që mbyt zërin e vetdijes, po kur do të jetoj vërtet? Kur do të ndihemi plot? 3. Mitet e kapitalizmit, siguria që të pengon të fluturosh. Sistemi ekonomik modern na shet një parajsë të rreme, punsoni, kurseni dhe në pension do të jeni të lirë. Por ky është një lojë i pamundur. David Graeber, antropologu i njohur, flet për punët e kota bullshit jobs, që krijohen vetëm për të mbajtur njerëzit të zënë dhe të varur nga konsumimi. Paga nuk është thjesht një pagesë, është një mjet kontrolli. Dhe këtu bie poshtë miti më i madh, siguria financiare është më e rëndësishme se pasionet. Por çfarë vlere ka siguria nëse jeta kalon në një gjendje emocionale të thatë? Psikologu Abraham Maslow do të thoshte se njeriu nuk mund të arrijë vetërealizim majën e piramidës së nevojave, pa kaluar nëpër kreativitet dhe vetëshprehje. 4. Çlirimi nga droga, si të refuzosh pagën pa humbur jetën. Çlirimi nuk qëndron në refuzimin e pagës, por në rifokusimin e saj. Kjo kërkon një revolucion mendor. Ridefinimi i suksesit. Suksesi nuk është pasuria, por aftësia për të jetuar në harmoni me vlerat e tua. Ekonomia e guximit krijon burime alternative të ardhurash që lidhen me pasionet e tua. Interneti ka bërë këtë më të lehtë se kurrë. Minimalizmi si filozofi, reduktimi i nevojave materiale çliron kohë dhe energji për të ndjekur ëndrat. Filozofia stoike, e përfaqësuar nga Seneca, mësonte se pasuria e vërtet është pavarësia nga materializmi. Kur paga nuk është më një drogë, por një mjet, fillon udhëtimi drejt lirisë. 5. Një pyetje për lexuesin. A je ti narkomani i pagës tënde? Para se të mbyllim. A ke ndjerë ndonjëherë se jeton në një cikël të pafund punë, konsum, pushim? A është paga jote një parazgjedhje që ti ke pranuar pa e provuar jetën jashtë saj? Çfarë do të ndryshojë nëse nesër do të fitonte një çmim lotarie? Përgjigjet e këtyre pyetjeve nuk janë thjesht ekonomike, janë ekzistenciale. Epilogu, manifesti i çlirimit. Paga nuk është drogë. Është një iluzion. Dhe iluzionet mund të thyhen. Revolta fillon kur ndalon të adhurosh pagën si Zot. Revolta vazhdon kur zëvendëson unë duhet me unë zgjedh. Revolta triumfon kur paga bëhet një detaj, jo një identitet. Siç thoshte Che Guevara, bëhu realist, kërko të pamundurën. Në një botë ku të gjithë janë të varur nga paga, të jesh i pavarur është akti më revolucionar që ekziston.
Zgjidhja nuk është të refuzosh pagën. Është të refuzosh të qenurit rob i saj.